Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë për tekst. Kemi dy mënyra për me vendos tekst. Mënyra e parë është nëse klikoni t këtu, edhe vetëm klikoni këtu, shikoni vetëm vetë shkruhet me versionin e fundit vetë del një pjesë e tekstit këtu dhe selektuar ne kemi mundësinë me shkruaj, domethënë me ndryshu tekstin. Mënyra e dytë është nëse klikoni t prapë këtu apo shkruesën t në tastier, domethënë edhe e zgjedh me hapësirën ku më shkruaj teksti. Ndryshe kjo konsiderohet si text box apo si paragraf. Dallimi mes tekstit dhe text boxit është se paragrafi apo text boxi në këtë rast mund na me ndryshu. Për shembull, pozicionin apo gjërsinë e tekstit në këtë mënyrë. Ndërsa këtu nuk mundemi se shikone zgjenohet teksti apo zvogëlohet. Teksti të lezë. Domethënë, këtu e pas me mundësinë me caktu hapësirën ku më shkruaj teksti apo ku mu vendos teksti. Nësa këtu, jo. Këtë rast, kjo opcion i parë përdoret vetëm tituj, apo në diçka që është një rresht, apo eventualisht dy rreshta, për shkak na mumi me enter me vendos dy rreshta. Ndërsa kur ka tekst më gjatë, në këtë rast paragrafe, atëherë përdoret text boxi. Nëse klikoj këtu e zvogloj, shikoni u del ky një si plus i vogël, këtu i kuq, që tregon që ka tekst fshehur këtu. Nëse klikoj të ky sheja këtu, edhe pastaj klikoj këtu dikon, shikone në shfaqet kjo shigjeta, edhe kjo ndryshon bëhet si një ikon si play, që tregon teksti o të vazhdu prej këtujt këtu. Shikone, nëse lëvizi këtë, teksti vazhdon të mu shfaq në këtë pjesë. Më thonë, kjo është vazhdimësi e paragrafit. Njësoj ndodh edhe nëse këtu, të tregon kjo që paragrafi lidhet me këtë tjetër. Shikone, është vazhdimësi e tekstit. Nëse që i selektoj me shift këtë dhe këtë, vazhdoj kështu, shikone, teksti vazhdon këtë pjesën e tretë. Kjo përdoret, më thonë, për paragrafe apo për dizajnet që kanë më shumë tekst. Nërsa kjo, që shtash më herët, përdoret për tituj. Asnjëherë nuk guxohemi me rrit kështu. Për arsye se deformohet teksti. Ndërsa, nëse do me rrit e kemi mundësinë e klikomi tekstin, pastaj klikomi me shift në mënyrë proporcionale, si forma që krijojsh në mënyrë proporcionale. Shikoni. Edhe këtë, do me thonë, nëse selektoj të trijat, edhe i rriti me shift, edhe këtu, do me thonë, apo vreni këtu nuk rritet fonti, po këtu rritet kjo hapësira, rritet hapësira paragrafit. Kështu që te teksti mumi me rrit me shift. Kur kemi të paragrafet, atëherë mumi me kliku dy herë këtu, në punit Ctrl A, selektohet e gjithë teksti, pastaj e kemi opcionin me rrit tekstin këtu. Këtu rritet madhësia e tekstit. Apo, këtu i kam shfaqur edhe properties këtu, po mundi mi shfaq edhe karakteret e paragrafit. Këtu na vijnë domethënë të përdorimi i tekstit. Nëse ju nuk i keni karakteret e paragrafit, atëherë i shfaqni te Windows, i keni karakteret e paragrafit, i shfaqni edhe pastaj i vendosni këtu.